protesta dhe arsyeja që këto protesta janë të vërteta është deri në momentin e parë që doli Sali Berisha dhe tha duhet të bëhet projekti, tha. E ndjen lagështirën. Dhe kjo ishte arsyeja pse doli, që mos të dilin demokratët. Ata demokratët simpatizant që Partia Demokratike mendon se i ka duke jo se diçka do ndodhi. Dhe kjo është një protest për gjithë sistemin politik. Që qeveria t'i thërasi trurit, që kryeministri t'i thërasi trurit. Populli dhe masa e popullit nuk shtypet. Nuk shtypet, jo masa e popullit. Masa e popullit jo kur. Nuk shtypet. Masa e popullit që ka dalë, nuk besoj se do shtypet. Diçka do ndodhi. Sepse sa vjen edhe poshtohet. Është ja vdekje ja liri. Kështu është kjo protest. Kjo protest është ja vdekje ja liri. Nuk ka më. Në qoftë se nuk ndryshohet sistemi në Shqipëri mbas kësaj proteste, Shqipëria nuk ka më shpresë. Është shansi i fundit. Është lëvizja e fundit dhe shansi i fundit. Në qoftë se politika dhe në qoftë se mënyra e qeverisjes nuk ndryshon mbas kësaj proteste dhe protesta dështon, atëre ne do jetojmë gjatë gjithë kohës të shtypur. Është shansi i fundit. Është ja vdekje ja liri. Është shansi i fundit që ne kemi me këtë protest. Është shansi i fundit me këtë protest. Në qoftë se dhe kjo protest shkelet, ta harroni se ka për të shuar më kush, ta harroni se do ndryshoj me gjë, dhe ne kemi për të shtypur akoma më keq. Kam për të vrarë njerëz rrugëve si punë e qenit. Edhe nuk ka për të gjetur kush i vrau për çfarë i vrau. Kam për të vrarë njerëzit kështu dhe do zhduken me sekonda pa asnjë do bëhet Kabul. Do bëhet si Kabul, pasandaj se ata do marrin zemër dhe nuk ka shans me t'u dalësh para atyre të mëdhenj vende lart. Është shansi i fundit. Është shansi i fundit. Çfarë po kërkojmë? Çfarë kërkojmë ne? Që në 2026 ja tha ajo gazetarja të gjitha. Ja tha ajo gazetarja. Ja tha gazetarja të gjitha. Në 2026 nuk ke ujë drita akoma në Shqipëri. Në 2026 ke një sistem politik ku asistenca sociale për njeriun, për robin, që është e njëjta qenje si qeveritarët, është 20.000 lekë të vjetra. Për qenin është 250.000 lekë të vjetra. Asistenca për një qenë në Shqipëri 250.000 lekë në muaj. Asistenca për një rob është 20.000 lekë në muaj. Ky është sistemi që ata kanë vënë. Ky është sistemi që ne po na vllaberon, ne po na ha për dita. Keni familje që jetojnë në mjerim. Ka instanca për katse që duhet të merren. A merret kush? Askush nuk merret. Askush nuk merret. Nuk do t'ja di njeri se kush jeton dhe se kush vdes, se kush ha dhe se kush nuk ha. Askush nuk do t'ja di. Keni një sistem që po pagove lek të gjykatësit dhe të prokurori deli pafajshëm. E dim të gjithë. Kemi një sistem që t'ikësh me 200 jepi 20 që në policit shpëtove. Nuk more gjop. E dim të gjithë. Kemi një sistem që po t'jesh djali deputetit ose ministrit, bëj që atë duash. Se nuk të prek askush me dorë. E dim të gjithë. Kemi një sistem shëndetësor që vdes në spital dhe nuk intereson askujt. Edhe këtë e dim të gjithë. Pse a nuk e dim në qa sistemi kemi? Një sistem të qelbur, të kalbur,
Ne di më të gjithë se si funksionon sistemi në Shqipëri. Edhe po na shesin dhe palavra. Ne di më të gjithë se si funksionon. Gjatë gjithë 35 vjeçarit kanë ngrenë vetëm qeveritarët. Janë bashkore të gjithë me njëri tjetrin. Janë të gjithë bashkë me njëri tjetrin. Janë të gjithë bashkë me njëri tjetrin. Janë të gjithë bashkë me njëri tjetrin. Hiqe njëri këtë Batmanin. Janë të gjithë bashkore, të gjithë lidhur. Të gjithë me njëri tjetrin janë të lidhur bashkë kundra popullit. Nuk kanë punuar kurrë për popullin. Po të kishin punuar për popullin, e pati 4 vjeçar ka qenë Fatosnanua. Në kohën e Fatosit njerëzit kishin hanin buk. Vetëm atë mbajnë mend njerëzit ore. Kishin hanin buk kohën e Fatosit, hanin gjithë. Leri të hanë, thoshte ai. Humbi zgjedhjet hiku, e mbylla tha politikën, ka që ishte, miru pafshin. Mora 5 për vete, tha, 3 u adhash popullit edhe shëndetet mira. Po jore, këtu se dua unë ta kem unë dhe vetëm unë dhe se lëshoj. Këtu se jemi ne vetëm ne dhe se lëshojmë, do t'u rjepim, do t'u bëjmë të ikni na Shqipëria nga sytë kemët. Po ne kemi ikur, gjysma, për mos të ore çuna. Më nëmërojni familjarët tuaj. Nisni çfarë keni në familjen tuaj, shkoni deri tek kushërinjtë e parë, jo më larg. Nëmërojni i keni më të shumtët jashtë shteti apo brenda Shqipërisë. Nëmëroni sa njerëz njini që kanë ikur jashtë dhe sa janë në Shqipëri. Pjesa më e madhe kanë ikur. Pjesa më e madhe jemi në emigracion. Pjesa më e madhe ne po pse a dua unë të jetoj në Island, gjallë botë kur. Gjallë në botë kur. Po jam detyruar, jam imponuar. Jam imponuar nga mënyra nga më të ndryshme to që u qifsha rop të gjithë juve që më keni imponuar. U qifsha rop të gjithë juve që më keni imponuar. Ju që nga drejtoria arsimore, që nga bashkia e që nga ministria. U qifsha rop se ju më keni imponuar që ika. Se ma bët malore, që u qifsha motrën. I kam hedhur ato diplomat me i cep. Pse e moru qifsha Europë? Unë që qaj në Island, pse mos të qaj do të në Shqipëri? Sepse e sistemi aq i kalbur, e sistemi aq i korruptuar, e sistemi që do ndjeki vetëm zinxhirrit dhe do shkoj çdo hallk ashtu si duhet, duke u rrotulluar rreth tyre. Dhe ky sistemi i kalbur ka bërë që ne të delgjemi rrugëve të Europës ore. Më shumë shqiptar se asnjëherë tjetër, të ikur nga sytë këmbët. Me gomon e pra Angli rrezikon kokën. 2026. 2026. Më larg akoma se çka ikur po ikin shqiptarët. Akoma më larg, akoma më larg, akoma më larg, akoma më larg. A nuk është për të ardhur keq? Pse a mos janë vendet më të bukura këto vendet këtej ku jetojmë ne? A mos kanë mundësi më shumë? A mos kanë mundësi më shumë këtej? Jo, Shqipëria po të ketë një sistem qeverisës